Nëse mendojmë kohën cilën ai ka vepruar, veprimtaria e tij nuk ka qenë e lehtë. Unë ju përmenda faktin që ai ka qenë edhe luftetar i nacionales. Dhe si luftetar i tillë, të vazhdosh karrierën si mësues, ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, edhe kjo ka qenë arsyeja pse kjo pjesë ka mbetur pak në hije, për faktin se po të dilte një gjë e tillë në dritë, ai sigurisht se nuk do vazhdonte misionin e tij si mësues, për faktin se ai ka qenë edhe 3 herë para pushkatimit pikërisht për këtë arsye. Mirë po ka pasur njerëz të mirë të kohës, cilët janë munduar të shpëtojnë, ndoshta duke gënyer se ai nuk ka qenë luftetar, ka qenë diku tjetër, ka punuar dikun, edhe nuk ka qenë luftetar dhe kështu pastaj ka shpëtuar. Edhe për këtë arsye kjo pjesë ka mbetur pak në hije për të vazhduar misionin e tij si mësues. Vetë fakti që i ka taku një kohë ku mentaliteti i njerëzve ka qenë jashtëzakonisht i ulët, duke menduar që ndoshta fëmijët do e kishin më mirë të punonin në shtëpi, se sa të shkonin në shkollë, kjo ka qenë besoj luftë në vete. Prandaj unë çdo herë edhe në libër e kam cekur edhe do doja ta përmend sërish se ai ka bërë 2 luftra, jo vetëm atë me pushk, por edhe atë me pend. Kjo ka qenë besoj lufta e tij e dytë, po që ka sjell vërtet sfida të mëdha në jetën e tij. Pasi të shkosh në shtëpi edhe të kërkosh fëmijët që të shkojnë në shkollë, për prindrit e atëhershëm ka qenë ndoshta e papranueshme. Ka pasur shumë të atill, përmend madje edhe Recep Zokaj, fragmentin e cilit lexova më herët, edhe ai vetë ka përmendur faktin se si kryeplaku i fshatit paraqiste fëmijët e tij si më të madh në moshë, vetëm që fëmijët mos shkojnë në shkollë. Ma besoj kjo ka qenë një ndër sfidat e tij kryesore me cilat është ballafaquar. Po të njëjtën